Okej, mirë, Nani, mund të prezantohesh dhe ta tregosh me çfarë biznesi merresh? Hmm? Po, unë jam Leonard Hamiti, dhe kemi biznesin që quhet Averex SHPK, i cili merret me distribuimin e lëndës parë për prodhim të mobiljerisë, për prodhim të mobiljeve. Mhm. Good. Okej, dhe si ka qenë kjo eksperienca jonë? Kjo eksperjenca jonë ka qenë e veçantë edhe e hatashme. Yeah. Në fillim, kur dëgjova për Closer Masterclass, nuk ishte kështu çështje skepticizmi apo ndonjë gjë, thjesht nuk e kisha qartë se ekzistonin nivele tjera të lojës. Unë njihja mirë industrinë time, biznesi im funksionante, kishte ritmin e vet, rregullat e veta, logjikën e vet. Por ajo që nuk isha bërë deri atëherë ishte ta shihja biznesin si një mjet për rritjen e shkallës së pasurisë. Pra jo thjesht për të ardhurat. Jo volume game, jo volume game, po margin game, pra profit. Hmm? Po, fix. Okej. Nuk isha i orientuar drejt networthit, drejt konceptit të bësh biznes sipas termave të tu. As drejt ambicjes personale për të luajtur në një nivel tjetër. Jo sepse nuk doja, po sepse askush nuk ma kishte treguar qartë atë perspektivë. Closer Masterclass nuk më sfidoi një uri për industrinë time, por më sfidoi mënyrën se si e shihja vetëm brenda lojës së pastorisë. Dhe në këtë moment ndryshoi gjithçka. Qa ndodhi? Qa ndryshoj? Në javët e para të trajnimit fillova të kuptoj diçka ndryshe. Pra ky trajnim nuk ishte thjesht për shitjet, po ishte për mënyrën se si unë po mendoj në raport me shitjet. Mhm. Pra, mësova strategjinë high ticket dhe kjo më dha një pikë kthese shumë të fortë. Sepse kuptova që pse disa klientë nuk blinin, pse disa oferta nuk funksiononin, pse problemi im nuk ishte te marketingu, por ishte tek konvertimi. Kuptova si mund të fuqizohesha në treg në një mënyrë më elegante, jo agresive, po diçka totalisht ndryshe nga që kishim në treg. Mhm. Në Them shumë sinqerisht, nuk ishte e komplikuar se e kisha bërë në kokë, as pak. Ishte shumë e thjeshtë, thjesht duhej një sistem. Po, sistem. Dhe qa ndodhi pasaj me sistemin? Dhe më thënë, si filloj kjo punë e sistemin? Pasi filluam këtë, vura një, Po flasim për business and leadership builder, apo jo? akoma s'kalum aty. Ah, akoma, okej. Okej. Jemi të kthesa. Jemi tek closer, yes. Aha. Pas disa javësh në Closer Masterclass, vura një bast me shefin tim. Edhe ishte një bast që më ndryshoi jetën. I thash shumë shkurt, nëse kap ekstra objektiv, dua ekstra bonus. Dhe fillova ta zbatoja çdo strategji që kam marrë nga programi. Pra jo vetëm që e kam arrit objektivin, por madje edhe e kam tej kalu. Okej. Në atë pikë, pas kësaj gjithçka ndryshoi. Jo vetëm që e mora bonusin, por më erdhi edhe një ofertë që nuk pat asnjë mundësi me i rezistu. Okej. Shefe gjatë kësaj periudhe vuri re një ndryshim, jo vetëm në shifra, por në mënyrën se si mendoja dhe si unë veproja. Dhe në atë moment më emëroi CEO të kompanisë. Mhm. Tani nuk është më çështje thjesht të udhëheq vetëm, por të ndërtoj lider dhe jo vetëm shitës high ticket. Mhm. Nëse sot je si unë, në fillim skeptik, i lodhur nga fjalët dhe se di nëse ja vlen apo jo, jepi vetes një mundësi. Provoje nëse të përshtatet. Nuk e di atë bëm punë, nuk e di atë bëm punë, po këshilla ime është mos i hiq vetes një mundësi si kjo. Provoje, si qoftë edhe eri. Ti nuk di atë që nuk di. Po nuk është vetëm një trajnim, është një mënyrë e re e të menduarit. Unë nisa si një closer dhe sot jam CEO fal Closer Masterclass. Dhe si CEO jam bërë pjesë e programit Business and Leadership Builder, një vegël shumë e rëndësishme që unë të jetë përpara si CEO dhe të çoj kompaninë aty ku nuk ka qenë ndonjëherë. Nëse do të ndryshosh lojën, kjo është mënyra. Okej, 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 okej. Bravo, bravo, bravo.